Horoskopi javor për 10 mars deri në 16 mars 2025, horoskopi javor i dashit, 10 mars deri në 16 mars 2025, dashi, java juaj fillon me një shpërthim energjie, fal Marsit që ndikon në shenjën tuaj. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të nisur projekte të reja ose për të trajtuar sfidat që kanë qenë të vazhdueshme. Marrëdhëniet mund të ndjehen intensive pasi Venusi inkurajon lidhje më të thella. Mundësitë profesionale janë të shumta, por është thelbësore të qëndroni të fokusuar në detaje pasi Mërkuri sugjeron shpërqendrime të mundshme. Në planin financiar shmangni shpenzimet impulsive, në vend të kësaj planifikoni për të ardhmen. Në mesjavë, mund të hasni keq komunikim, dëgjoni me vëmendje për të shmangur keq kuptimet. Ndërsa java përparon, hëna përputhet me dëshirat tuaja, duke ju lejuar të shprehni më lirshëm emocionet tuaja. Për sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj dinamike në ushtrime të rregullta për të ruajtur ekuilibrin. Deri në fundjavë, një mbledhje shoqërore mund t'ju prezantojë me kontakte me ndikim. Përqafoni spontanitetin dhe lëreni karizmën tuaj natyrale të shkëlqejë. Reflektoni për qëllimet tuaja dhe bëni plane strategjike për t'i arritur ato. Besoni instinkteve tuaja, por mos harroni të kërkoni këshilla nga miqtë e besuar kur është e nevojshme. Horoskopi javor i Demit, 10 mars deri në 16 mars 2025, Demi, këtë javë, kozmosi ju inkurajon të ngadalsoni dhe vlerësoni rrethinën tuaj. Me Venusin që favorizon aktivitetet e çlodhura, gjeni ngushëllim në aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj. Profesionalisht, ju inkurajoheni të rishikoni projektet në vazhdim dhe të bëni rregullimet e nevojshme. Prisni disa rezistencë nga kolegët, por këmbëngulja juaj e qëndrueshme do të mbizotërojë. Financiarisht, është një periudhë e qëndrueshme, fokusi në buxhetimin dhe planifikimin afatgjallë. Mesjavës, Mërkuri kërkon diplomaci në komunikim, qartësia është çelësi për të shmangur konfliktet e mundshme. Marrëdhëniet personale mund të përjetojnë tension, veçanërisht nëse keni lënë pas dore nevojat tuaja personale. Ndani kohë për vetë kujdes dhe introspeksion për të ruajtur ekuilibrin emocional. Ndërsa java përparon, ndikimi hënor inkurajon eksplorimin e kuzhinës ose kopshtarin, aktivitete që përputhen me natyrën tuaj toksore. Ndërveprimet sociale do të jenë shpërblyese, duke ofruar mundësi për misi të reja. Gjatë fundjavës, shijoni momente luksi, edhe nëse është thjesht duke u kënaqur me ushqimet tuaja të preferuara të rehatisë. Qëndroni në tokë dhe ruani durimin ndërsa bota përreth jush ndryshon. Horoskopi javor i binjakëve, 10 mars deri 16 mars 2025, binjakët, një javë e gjallë është përpara pasi Mërkuri, planeti juaj sundues, rrit aftësitë tuaja të komunikimin. Një orar i ngarkuar i punës kërkon një prioritet efikas. Prisni të mashtroni me shumë detyra, por shkaftësia juaj do t'ju mbajë në krye. Kjo është një kohë ideale për t'u lidhur në rrjet ose për të punuar në bashkëpunime krijuese. Në planin financiar mund t'ju vinë marrëveshje të dobishme, ndaj keni parasysh mundësitë e investimin. Në jetën tuaj personale, nxitni dialog të hapur për të forcuar marrëdhëniet. Kurioziteti juaj mund të çojë në zbulime emocionuese, megjithatë, keni kujdes të mos përhapeni veten shumë të hollë. Në mesjavë, vetë reflektimi është vendimtar, shkruani ditar ose meditoni për të fituar njohuri mbi aspiratat tuaja. Ndërsa fundjava afrohet, energjia lozonjare e Mërkurit i bën ngjarjet shoqërore veçanërisht tërheqëse. Përqafoni spontanitetin dhe mos u turpëroni të prezantoni veten me fytyra të reja. Megjithatë, mbylleni me një libër të mirë ose përfshihuni në ndjekje intelektuale. Kjo qasje do t'ju mbajë të ekuilibruar mes energjive të luhatshme, duke ju lejuar të lulëzoni si në sferën personale ashtu edhe në atë profesionale. Horoskopi javor i Gafores, 10 mars deri në 16 mars 2025, Gafore, këtë javë, prania e hënës përforcon natyrën tuaj intuitive, duke ju bërë më të ndjeshëm ndaj nevojave të atyre që ju rrethojnë. Në jetën tuaj profesionale, ky njohuri ju lejon të parashikoni sfidat dhe të zgjidhni paraprakisht çështjet, duke fituar respekt nga bashkëmoshatarët. Financiarisht, është një kohë për shpenzime të kujdesshme, jepni përparësi nevojave mbi dëshirat. Lidhjet emocionale thellohen ndërsa Venusi harmonizohet me shenjën tuaj, duke nxitur ngrohtësi në marrëdhëniet tuaja. Keni kujdes që të mos merrni përsipër barat e të tjerëve shumë rënd, krijoni kufi aty ku është e nevojshme.
Në mesjavë mund të ndiheni të tërhequr drejt çështjeve familjare, balancimi i këtyre me përgjegjësitë e punës do të jetë kyç. Ndërsa java përparon, eksploroni mënyrat artistike për të shprehur emocionet në mënyrë krijuese. Angazhohuni me natyrën për të rivendosur energjinë tuaj. Fundjava ju fton relaksimin, merrni parasysh aktivitetet që ju bëjnë të ndiheni rehat dhe të sigurt. Një mbledhje e qetë me miqtë e ngushtë mund të sigurojë ushqimin emocional që kërkoni. Besoni në instinktet tuaja, por sigurohuni që vendimet të jenë të matura, duke lejuar një rritje të menduar në të gjitha fushat. Horoskopi javor i Luanit, 10 mars deri në 16 mars 2025 Luani, java e ardhshme paraqet ndryshime dinamike, duke e bërë jetike shfrytëzimin e aftësive tuaja të qëndësishme drejtues. Marsi ju fuqizon për të përballuar me energji si përmarrjet e reja. Profesionalisht, është një moment i përshtatshëm për të paraqitur ide dhe për të kërkuar përparim. Rrjedhëzimi rezulton i frytshëm, veçanërisht në mesjavë. Financiarisht, vlerësoni investimet tuaja dhe merrni parasysh rregullimet strategjike për të mbrojtur përfitimet. Do të vini re që marrëdhëniet personale lulëzojnë, fal Venusit që rrit sharmin tuaj magnetik. Qëndroni të ndërgjegjshëm për nevojat e të tjerëve për të ruajtur harmoninë. Mesjava mund të sjellë momente intensive. Praktikimi i durimit do të sigurojë ndërveprime më të buta. Shëndeti është i rëndësishëm. Angazhohuni në aktivitete fizike për të kanalizuar energjinë tuaj të bollshme. Ndërsa java përparon, shtrirjet e gjalla planetare ju inkurajojnë të përqafoni hobi krijues ose të zhyteni në ndjekje artistike, duke nxitur gëzimin. Deri në fundjavë, jeta juaj shoqërore gumëzhin, planifikoni ngjarje ose mbledhje ku mund të shkëlqeni. Vlerësoni shoqërinë, por gjithashtu sigurohuni që të ofroni hapësirë për reflektim dhe njohuri personale. Balanconi bollkun me introspeksionin për rritje harmonike. Horoskopi javor i Virgjëreshës, 10 mars deri në 16 mars 2025, Virgjëresha, ndërsa energjitë analitike dominojnë javën tuaj, fokusohuni në rafinimin e rutinave tuaja për efikasitet. Mërkuri ndihmon në komunikimin efektiv, duke përmirësuar rrjedhën e punës dhe duke përmirësuar detyrat. Profesionalisht, është një periudhë e favorshme për planifikim dhe organizim. Kushtojini vëmendje detajeve, pasi saktësia do të sjellë sukses. Perspektivat financiare duken të qëndrueshme, duke ofruar një mundësi të mirë për kursime të matura. Marrëdhëniet personale mund të përfitojnë nga natyra juaj e përpiktë, megjithatë, shmangni kritikat e tepërta. Në mesjavë, kujdesi për veten është thelbësor. Angazhohuni në aktivitete që relaksojnë dhe rinojnë, të tilla si yoga ose meditimi. Venusi rrit ndërveprimet sociale, duke inkurajuar rritjen pozitive të marrëdhënieve. Qasuni bisedave me çiltërsi për të nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Ndërsa java përparon, rutinat e reja shëndetësore ose zakonet dietike mund t'ju tërheqin interesin, sigurohuni që ato të jenë të qëndrueshme përpara se të kryeni. Fundjava kulmon në një mjedis paqësor, merrni kohë për të çlodhur dhe rimbushur. Reflektimi i heshtur ose hobi i qetë do të ofrojnë qetësinë e nevojshme. Përqafoni ekuilibrin midis ambicies dhe relaksimit për zhvillim të plot personal. Horoskopi javor i Peshores, 10 mars deri në 16 mars 2025, Peshorja, kjo javë ka të bëjë me gjetjen e ekuilibrit mes energjive të kundërta. Me Venusin që rrit dëshirën tuaj për harmoni, fokusohuni në krijimin e qetësisë në shtëpinë dhe marrëdhëniet tuaja. Profesionalisht, një projekt kërkon bashkëpunim, aftësitë tuaja diplomatike do të jenë të paçmueshme në përafrimin e këndvështrimeve të ndryshme. Në planin financiar vlerësoni shpenzimet tuaja dhe planifikoni për stabilitetin në të ardhmen. Lidhjet emocionale thellohen në mesjavë, ndërsa ndikimet hënore rrisin ndjeshmërinë, duke lejuar mirëkuptim dhe intimitet më të madh në lidhje. Përdoreni këtë kohë për të adresuar çështjet e vazhdueshme me të dashurit. Artistikisht, ju jeni të frymëzuar, kënaquni me projekte krijuese që kapin thelbin tuaj. Me afrimin e fundjavës, përfshihuni në aktivitete shoqërore që nxisin gëzimin, qoftë përmes artit, muzikës apo eksplorimit të kulturave. Por jeni të kujdesshëm ndaj tepërkushtimit, është e rëndësishme të lini hapësirë për reflektim. Jepini përparësi kujdesit për veten duke përfshirë praktika paqësore si meditimi. Balanconi punën me relaksimin për të kultivuar mirëqenien e përgjithshme. Përqafoni zbaticën dhe rrjedhën e jetës, duke kuptuar se paqja e brendshme kultivohet përmes lundrimit të ndërgjegjshëm në botën tuaj të jashtme.
Horoskopi javor i Akrepit 10 mars deri në 16 mars 2025, Akrep, përgatituni për një javë transformuese, ndërsa shtrirjet planetare nxisin një introspeksion të thellë. Marsi ju nxit të përballeni ballë për ballë me sfidat, duke e bërë atë një kohë për përparime strategjike në përpjekjet profesionale. Intuita ju shërben mirë, besoni instinkteve tuaja në vendimmarrje. Financiarisht, shqyrtoni zakonet e mëparshme të shpenzimeve për të përmirësuar rrjedhën tuaj monetare. Marrëdhëniet personale janë të pasura me intensitet për shkak të ndikimit të Venusit, përqafoni cenueshmërinë për të forcuar lidhjet. Në mesjavë mund të shfaqen emocione të papritura. Kanalizoni ato në mënyrë konstruktive përmes krijimtarisë ose praktikave reflektuese. Ndërsa java përparon, kërkoni mundësi për rritje personale duke eksploruar interesa të reja ose ndjekje arsimore. Balancimi i punës me momentet e kohës së lirë siguron që të mos digjeni. Fundjava inkurajon relaksimin introspektiv, kaloni kohë larg shpërqendrimeve digjitale për të rilidhur me dëshirat tuaja thelbësore. Meditimi ose bisedat e thella me miq e besuar do të ofrojnë qartësi dhe drejtim. Mbani një zemër të hapur, duke lejuar universin të udhëheqë rrugën tuaj drejt përmbushjes dhe përvojave transformuese. Horoskopi javor i Shigjetarit 10 mars deri në 16 mars 2025, Shigjetari, këtë javë fton eksplorimin, si mendërisht ashtu edhe fizikisht, pasi Jupiteri dhe Mërkuri stimulojnë shpirtin tuaj aventurier. Në jetën tuaj profesionale, kërkoni mundësi për të mësuar që përputhen me qëllimet tuaja të ardhshme. Favorizohet krijimi i rrjeteve, angazhohuni me kolegë ose mentor që mund të ofrojnë perspektiva të reja. Financat marrin një nxitje pozitive, merrni parasysh ndarjen e burimeve drejt zhvillimit personal ose përvojave të udhëtimit. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në ngrohtësinë e Venusit, ndani optimizmin dhe entuziazmin tuaj me të dashurit për të nxitur lidhje më të forta. Në mesjavë, përpjekjet shpirtërore mund të tërheqin vëmendjen tuaj, eksploroni filozofitë ose praktikat që rezonojnë me udhëtimin tuaj. Ky zgjerim intelektual rrit të kuptuarit tuaj për botën dhe vendin tuaj në të. Me afrimin e fundjavës, planifikoni aktivitete që stimulojnë mendjen dhe trupin, të tilla si shëtitjet ose ngjarjet kulturore. Ambientet sociale do të ofrojnë gëzim dhe lidhje të reja, megjithatë, caktoni gjithashtu kohë për introspeksion. Balanconi aktivitetet ekstroverte me reflektim të qetë, duke siguruar që të qëndroni në tokë, ndërsa përqafoni mundësitë e pakufishme të botës. Horoskopi javor i Bricjapit 10 mars, 16 mars 2025, Bricjapi, këtë javë paraqet një mundësi për të forcuar themelet si në arenën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Ndikimi i qëndrueshëm i Saturnit kërkon planifikim të zellshëm dhe ekzekutim të disiplinuar. Sa i përket karrierës, qasja juaj metodike do të shpërblehet me mirënjohje. Financiarisht fokusohuni në investime dhe kursime, zgjedhjet e matura do të garantojnë siguri afatgjallë. Në jetën tuaj personale, Afërdita inkurajon lidhje më të thella, përqendrohuni në edukimin e marrëdhënieve me familjen dhe miqt. Mesjava mund të sjellë sfida në komunikim, praktikoni durimin dhe qartësinë për të shmangur keqkuptimet. Ndërsa java përparon, merrni parasysh të rishikoni hobi ose aftësi që janë lënë mënjan, ata do të ofrojnë një ndjenjë përmbushjeje dhe rinovimi. Fundjava kalohet në mënyrë ideale për kujdesin ndaj vetes, përfshihuni në aktivitete që qetësojnë mendjen dhe shpirtin tuaj, si ecja ose leximi. Reflektoni për arritjet tuaja dhe rikalibroni qëllimet sipas nevojës. Balanconi pragmatizmin me momentet e kënaqësisë, duke vlerësuar përparimin pa anashkaluar fushat që kanë nevojë për rritje. Qëndroni të përkushtuar në rrugën tuaj, duke besuar në shpalosjen graduale të përpjekjeve tuaja. Horoskopi javor i Ujorit 10 mars deri në 16 mars 2025, Ujori, përgatituni për një javë me njohuri inovative, ndërsa Urani i jep energji shenjës suaj. Kjo periudhë është ideale për studim mendimesh dhe zhvillimin e ideve të reja si në karrierë ashtu edhe në projekte personale. Përqafoni teknologjinë për të përmirësuar përpjekjet tuaja në punë, duke kërkuar platforma të reja për të shfaqur talentet tuaja. Financiarisht, qëndroni të hapur ndaj mundësive jo konvencionale që premtojnë rritje. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogët e hapur, një aktivitet i përbashkët mund të përforcojë lidhjet. Në mesjavë, përqafoni përfshirjen e komunitetit, dilni vullnetar ose angazhohuni me grupe që ndajnë vlerat tuaja, duke rritur ndikimin tuaj social.
Ndërsa java përparon, brezi juaj rebel mund të shkaktojë një ndryshim në perspektivë ose stilin e jetesës, sigurohuni që ndryshimet të merren parasysh mirë. Fundjava është e përkryer për ngjarjet e rrjeteve ku sharmi juaj unik do të tërheqë lidhje intriguese. Balanconi ndjekjet intelektuale me relaksimin, merrni parasysh praktikat medituese për të ruajtur qetësinë në një mjedis të zënë. Kjo kohë premton rritje personale dhe evolucion inovativ, duke u manifestuar përmes zgjedhjeve të vetëdijshme dhe ndërveprimeve të menduara, duke hapur rrugën drejt arritjeve transformuese. Horoskopi javor i Peshqve, 10 mars deri 16 mars 2025, Peshqit, këtë javë, energjia e Neptunit rrit aftësitë tuaja intuitive dhe krijuese, duke e bërë atë një kohë magjike për eksplorim artistik. Profesionalisht, idetë tuaja imagjinative janë në qendër të vëmendjes, ndajini ato me besim, pasi ato mund të çojnë në projekte frymëzuese. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm, detajet e vogla kërkojnë vëmendje, ndaj planifikoni me mençuri. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në ndikimin harmonik të Venusit, duke inkurajuar shprehjet e përzemërta dhe afërsinë emocionale. Në mesjavë, impulset e ëndrave mund t'ju udhëheqin, kushtojini vëmendje sinjaleve delikate që zbulojnë të vërteta më të thella për aspiratat tuaja. Ndërsa java përparon, kënaquni me ndjekjet kulturore ose praktikat shpirtërore që rezonojnë me vlerat tuaja, duke krijuar harmoni të brendshme. Fundjava të fton qetësinë, kaloni kohë në mjedise të qeta për të rinovuar shpirtin tuaj. Angazhohuni në aktivitete të buta si shëtitjet në natyrë ose shkrime krijuese, duke lejuar që imagjinata juaj të rrjedhë lirshëm. Balanconi ëndrat tuaja me realitetin duke pranuar përgjegjësitë praktike. Përqafoni këtë periudhë si një udhëtim të vetë zbulimit, duke ushqyer dëshirat e shpirtit tuaj krahas angazhimeve të kësaj bote. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziles që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.